Flokët janë bërë për të lyer, ja çfarë duhet të dini para se t'i lyeni. Ndërsa yndyra në flok mund t'ju bezdisë, në fakt është gjëja më e mirë që mund të bëni për shëndetin e flokëve tuaj para se t'i lyeni, veçanërisht nëse do të përdorni dekolorues. Flokët duhet të jenë të palarë së fundmi sepse vajrat natyral ndihmojnë në mbrojtjen kundër kimikateve të bojës. Yndyra shërben si një shtesë në mënyrë që kur të aplikohet dekoloruesi të ketë sa më pak dëmtime në skalp. Sa më shumë yndyrë të keni në flok, aq më i mbrojtur do të jetë floku juaj gjatë dekolorimit. Pas zbardhuesit, flokët do të lahen përpara aplikimit të bojës, prandaj rezultati përfundimtar nuk do të ndikohet as pak nga yndyra. Pra nuk po bëni ndonjë gabim të madh nëse shkoni t'y lyeni flokët të sapolara, por nëse nuk i keni larë 2 apo 3 ditë, mundet që të jetë në të mirën tuaj.